Një nga krimet më të mëdha që është bërë vendit tonë është kushtetuta. Më shkur nuk del një deputet për shkak dhe thotë që edhe unë jam popull, jo zoti, ti nuk je popull. Popull jemi ne, që s'kemi prekur asnjëherë, nuk mbahemi as nga taksat të cilat i paguajmë vetë, nuk kemi pas funksione zyrtare dhe që kemi një hapësirë aq të gjatë kohore në jetën tonë, të cilën e kemi kaluar gjithkohës në këtë lloj tranzicionit pa kuptim, i cili është një pseudo tranzicion, sepse ne thjesht kemi ndryshuar format, përmbajtja është po e njëjtë. Do ne erdhëm mbas viteve 90, jetojmë të njëjtin sistem, madje dhe ajo që sot diskutohet për shkak kushtetuta e Shqipërisë dhe këtë e kam nga jurist shumë të zot në këtë drejtim, njerëz që lexojnë fletore zyrtare dhe azhurnohen gjatë gjithë kohës, një nga krimet më të mëdha që është bërë vendi tonë është kushtetuta. Në mënyrën se si janë riformuluar një pjesë e madhe e ligjeve dhe kjo është direkt një shpat Demokleu që qëndron mbi kokën e atyre që sot janë në parlament dhe që hiqen si popull.